Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Sonte, përmes dokumentarit të vitit 1978, do të shpalosim veprimtarinë e Petronini Luarasit, mësues, publicist dhe veprimtari çështjes kombëtare shqiptare. Shumë pa nga ju e dini se Luarasi ishte drejtor dhe mësues i shkollës së parë shqipe të motrave Qirjazi në Korçë në vitet 1909-1911. Ai gjithashtu ka kontribuar në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, shkputjen nga perandoria osmane. Luarasi mori pjesë në Kongresin e Manastirit dhe krijimin e alfabetit të Shqipës në vitin 1908. Për veprën e tij patriotike, shkëputjen e Shqipërisë nga perandoria osmane, mësimet e gjuhës shqipe dhe veprimtarinë shoqërore, ai u persekutua nga patriarku i Konstantinopolës, Ekuameniku dhe regjimi i të zhvetërinj. Sipas shumë mundësive, vdiq i helmuar nga patriarkana me 17 gusht të vitit 1911. Në një dokumentar të vitit 1978 të Radio Televizionit Shqiptar, prezantohet veprimtaria e mësuesit dhe publicistit Petronini Luarasi. E ndjekë. Treva e Kolonjës. Cili udhëtar s'është mahnitur tek qafa e qarit me peizazhin mallështor të kësaj plaje? Male të lartë i rënd si një kuror mbi kryet e Kolonjës. Pyet shumëllojshëm me shkure, lisa edhe pisha, edhe për brityre shpatë të zhveshur me gur dhe shkëmbëj. Edhe jeta e kësaj krahine ka rrjedhur në përshekuj midis kontrasteve dramatike. Rrëzmali të zi ndodhet Vithkuqi, ku më 1797 lindi rilindasi Naun Veçilharxhi, qyteza nga shtektua në drenes të gjyshërit e Fanolit, kërëhëri i Qelqezës, prapa të cilit fshihet frashëri i famshëm, edhe poshtë Gramozit, qafa e Badrës, prapa të cilës enden poda i zyluftarit, gërmënji i Themistokliut e Telemakut, edhe më në jug, Postënani, ku lindi rilindasi i Jani Vreto. Në qendër të kësaj treve të përmendur në ngjarje heroike edhe figurat rilindjes son kombëtare, në krah të djathtë të lumit Osum, mbi kodrat, ngrihen 7 lagjet e fshatit Luaras. Në këtë fshat, në lagjen Kostallar, më 22 prill 1865, lindi patrioti i shquar i rilindjes kombëtare, mësuesi i popullit Petronini Luarasi. Këtu çdo shpat dhe gur, çdo shtëpi dhe garth të kujton fëminin e varfër të Petros. Por kjo arë shumë vjeçare është dëshmitarja më intime ku ai luante me shokët. Këtu mbrëmjeve shpesh vinin nëna dhe 5 motrat e merakosura nga vonesa e tij dhe e merrnin për në shtëpi. Por shpejt, siç thon biografët e tij, i ati Nin Petrua u ahoqi atyre nga duart dhe e mori djalin 9 vjeçar me vehten Gjirokastër. Nin Petrua ishte mjeshtër në zanatin e moratorit, por jeta e shtegtarit në përvendet Ballkanit i kishte dhënë një mësim të madh, nevojën e njeriut për shkollë. Prandaj ai e regjistroi të birin në shkollat greke dhe pas 5 vjetëve më 1879 e dërgoi në normalen greqishte të Qestoratit nën kujdesin e mikut të tij Koto Hoxhit, që ndikoi përfundimisht në formimin e tij si njeri dhe atdhetar. Nga nëna kishte trashëguar shpirtin poetik edhe dashurinë për njerëzit. Nga jati të ishte i ndershëm dhe punëtor, të nderonte edhe të dinte vlerën e mikut dhe të ishte trime i papërkulur ndaj çdo armiku. Edhe ja, njeriu i tretë ish antari i shoqërisë drita të Stambollit, kujt i ndrituri Koto Hoxhi, një plak i mençur dhe i urtë, i dha Petros mësimin në gjuhën shqipe, e bëri të dojë gjuhën e mëmës dhe ja mbushi zemrën plot me dashuri të zjarrt për Shqipërinë. Me këto ndjenja të kulluara shqiptare, u kthye Petronini në vendlindjen e tij. Në vjesht të vitit 1882, Petronini u caktua mësuesi greqishtes në fshatin Bezhan. Por mësuesi i ri 17 vjeçar në vend të greqishtes filloi të mësonte nxënësve gjuhën e ëmbël të nënës, gjuhën shqipe. Në këtë shkollë të re, kujton një fshatar nga Bezhani, nisën të vinë djem dhe burra si dhe vajza. Ne mësuam se gjuha që flisnim në fshat
kishte shkronjat e saj dhe ABC-ja që shumë më e lehtë për të mësuar se sa alfabeti grek ose turk. Pas një viti, Petronini u caktua mësues në fshatin Katund, pastaj më 1885 në fshatin e tij të lindjes në Luaras. Këtu mblodhi një grup djemsh moshatar të tij dhe sipas metodës së Koto Hoxhit u mësoi këndim edhe shkrimin shqip. Ata u bën kontingjenti i parë i mësuesve të shqipes në Kolonjë. Në fshat, Petrua filloi të përkthente shqip librat e kishës. Në botkuptimin e tij, Petrua ishte besimtar, por ai u bë armik i papajtueshëm i kishës greke, e cila luante rolin e pararojës në realizimin e planeve shoviniste të Athinës. Duke ecur në gjurmët e Kristoforillit, Petronini përktheu disa libra kishtare dhe e bindi priftin e fshatit të jepte meshën në gjuhën amtare. Mësimi dhe mesha në gjuhën shqipe ishin një sfidë e guximshme që i bëhej patrikanës greke. Në gusht 1887, në fshat erdhi vetë despoti i Kosturit, Kirilli. Despoti e mallkoi Petron përpara fshatarëve të tij në kish dhe i urdhëroi të gjithë priftëritë me qarkore të posaçme që të mos e qasnin më në mesh. Miqt dhe farafisin e Petros i porositi ta largonin të nëmurin nga shtëpia. Katundarët të mos e qasnin më si mësues në fshatrat, sepse Petronini kishte dalë nga udha e Perëndis dhe që aforisur e çkishëruar. Ky ishte mallkimi i parë që do të pasohej nga një mallkim akoma më i fortë 5 vjet më vonë, më 1892, nga despoti i ri i Kosturit, Fillareti. Më 20 shtator 1892, Fillareti botoi mallkimin e shkronjave shqipe dhe çkishërimin e Petro Luarasit e të familjes së tij. Petro Luarasi kishte shpërndar libra të ndaluara dhe predikonte kundër krishtërimit, prandaj çkishërohej familjarisht. Mallkimin ai e lexoi edhe në kishën e fshatit. Sipas mendimit të historianëve, rrallë gjenden në lëvizjen tonë kombëtare shembuj të një lufte kaq dramatike dhe me kaq pasion. Mallkimet dhe çkishërimet ishin akte politike të drejtuara jo kundër një afetari, por kundër një patrioti shqiptar, kundër një armiku të vendosur të planeve aneksioniste të shovinizmit grek. Jehona e debateve u përhap në të gjithë kolonjën edhe krahinat e tjera të Shqipërisë. Pas debateve, në përshtëpit dhe shpatet e krahinës, jehonte kënga e cila ruhet e gjallë edhe sot. Luarasi shkret vete ty me flak, bënda va dhe spoti me Petro Daskal për një libër shqipe 100 lira val. Hahet ky dhe spoti me Petro Daskal. Dhe spoti Kosturit bëjdavan mirë, është trimi fortë dhe na prish shtëpin. Me karakterin e tij të fortë dhe konsekuencën në rrugën e vet, Petronini u qëndroi sulmeve të njëpasnjëshme të mitropolitëve grek. Lufta vazhdoi me vite të tëra, dhe nga kjo luftë, më 1910, Petronini nxorri kryeveprën e tij, mallkimi i shkronjave shqipe dhe çfarëfolja e shqiptarit. Kjo ishte një përgjigje e denjë sulmeve të stërholluara të klerit grek, dhe siç cilësohet edhe në historinë e letërsisë shqipe,
është e denjë të qëndroj krah për krah me veprat më të mira të rilindjes shqiptare edhe të humanizmit europian. Me mpregtësinë polemike, me forcën e logjikës edhe ironinë therrëse, ajo qelloi për vdekje patrikanën edhe obskurantizmin e klerit ortodoks. Baza ideo-stilistike e veprës është lufta me mjetet e vetë kundërshtarit, zbulimi i hipokrizisë së klerikëve të kishës që gjoja merren me ungjillin, kurse në të vërtetë janë në shërbim të reaksionit. Autori ka sulmuar klerët grek duke i nxjerrë ata si njerëz që s'kan pjesë në njerëzinë e drejtësisë. Filareti, despoti i kosturit, ndonse person historik, bëhet figure përgjithshme e klerikut në shërbim të forcave më regresive. Në fund të veprës Mallkimi i gjuhës shqipe, Petronini lëshoi thirrjen e zjarrt. Le të mos friksohemi përpara llomotitjeve dhe prrallave të atyre që nuk e dashurojnë, por e urrejnë mbarësinë e njerëzisë, dhe le të dimë se ai që është frikacak përkundrejt së drejtës, ai bëhet tradhëtar i mëmëdheut edhe i vektës së tij. Në radhë të parë, kësaj thënie i qëndroi vetë besnik. Që pas çkëshërimit të parë, më 1887, Petronini Luarasi u çfaq haptazi si përkrahës i shkronjave edhe i librave shqip. Në gusht ati viti, Petronini rastisi të takohej në Luaras me patriotin Orhan Pojani. Kur undam, tregonte Petronini, më tha të vete në Korçë të marrë drejtimin e shkollës shqipe. Se edhe në Korçë që në kesh hapur një shkollë në fillim të ati viti me drejtor Pandeli Sotirin. Kështu u njoh Petronini me patriotin Orhan Pojani në një orë të keqe me një mik të mirë. Megjithatë, Petrua nuk u nis për në Korçë, por për Nersek. Në qendrën e të gjitha fshatrave të kolonjës, Petronini hapi që më 1887 mësojtoren e parë shqip, ku vinin të vegjëlet mëdhej, të gjithë ata që kishin dëshirë të mësonin gjuhën shqipe. Ishte koha kur shoqëritë patriotike në Stamboll, Sofia dhe Bukuresht po botonin librat shqipe të Naim Frashërit dhe Sami Frashërit, Jani Vretos e Konstantin Kristoforillit. Kishte 6 vjet që ushtrit e lidhjes së Prizrenit ishin thyer në betejat e famshme të Kosovës. Por pas disfatave vinë mësimet. Dhe një nga mësimet kryesore që doli para rilindasve tan ishte organizimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i lëvizjes patriotike, kryesisht në fushën arsimore e kulturore, për të ngritur më lart ndërgjegjen kombëtare të popullit shqiptar, për të përgatitur atë më mirë për betejat e ardhshme për lirinë, pavarësinë dhe sigurimin e tërësisë toksore të Shqipërisë. Kështu, patriotët shqiptar të mërgimit në gjirin e kolonive filluan të shtypnin e të dërgonin libra shqip dhe të nxisnin patriotët për të hapur shkolla shqipe. Në dhjetor të vitit 1887, patriotët e Korçës, Jovan Kosturi, Orhan Pojani dhe Thimi Marko, antar të Komitetit të Shkollës Shqipe të Korçës, që ishte hapur atë vit, i kërkuan Petroninit ta linte në një dorë tjetër shkollën e Ersekës dhe të shkonte në Korçë. Ish drejtori i shkollës, Pandeli Sotiri, nga shpifjet e mitropolistëve u detyrua të shkojë në Stamboll, ku më vonë i kurdisën një vdekje të llahtarshme. Siç shkruan edhe patrioti demokrat Nuçi Naçi, viti shkollor 1887-1888 u çel me mësues Thanas Sinën, të cilit për ndihmës ju dha Petronini nga Luarasi, burr me zemër trime edhe të pafrik. Në këtë ndërtesë historike të shkollës së parë shqipe, 200 nxënës dëgjonin mësimin e gjuhës shqipe, gjuhës mëm, nga mësuesi i apasionuar Petronini Luarasi. Dhjetra breza arsimtarësh
do të shënohen në historinë e lavdishme të arsimit shqiptar si shenjë ndërimi për kontributin e shquar në edukimin e brezit të ri. Por kur do herë ne do të ulim kokën me respekt për para 3 mësuesve të parë të shkollës shqipe, Pandeli Sotirit, Nuçi Naçit edhe më të shquarit midis tyre Petronini Luarasit. Në vitin 1892, Petronini u detyrua të largohet nga shkolla e Korçës, edhe siç i shkruan edhe shoqërisë shqiptare Drita të Bukureshtit, ja kushtonte të gjithë kujdesin mbajtjes së shkollave në Kolonjë. Petronini shfrytëzoi çdo lokal për të hapur shkolla të reja nëpër fshatrat e Kolonjës. Në fshatin Rehov, ai shfrytëzoi një nga mullit e fshatit. Po kështu veproi edhe në fshatrat e tjera në Gostivisht, Vodic, Luaras, Tresk e Selenic të Pishës. Petronini, i ngarkuar me libra, shkoi fshat më fshat, shtëpi më shtëpi, shteg më shteg dhe përrua më përrua, me guximin dhe durimin që e karakterizonte për të vënë në jetë vijën e rilindjes. Një nga bashkëpunëtorët e tij në shkollën e Ersekës shkruan: Në këto 2 vite, shëtiti si dragua duke mësuar njerëzit shqip të mëdhej të vegjël në për të gjitha viset e Kolonjës edhe në për Dangëlli, andaj i kishin vënë emrin Shqipe. Patrioti i pavdekshëm Petronini Luarasi shkroi më vonë ish nxënësi i tij Sotir Treska: Ky burr burrash edhe trim trimash që as trembej as lodhej, që burgu i sultanit dhe mallkimit e patrikut i dhanë më tepër forcë dhe kuraj, erdhi me fener në dorë dhe shëtiti fshat më fshat gjithë Kolonjën dhe vakëfet, duke mbjell farën e kombësisë edhe dëshirën e lirisë. Tregojnë se një ditë Petrua takoi në livallet e Treskës bariun e Selenicës së Pishës, Bilal Tahirin. Ndërsa dhënë të kullosnin, Bilali këndonte. Me cilësinë e rrallë që kishte Petrua për të afruar njerëzit të thjesht, ai e bindi bariun e dhenve dhe të dhive të mësonte shkrim dhe këndim. Jo vetëm kaq, por bariu Bilal Tahiri u bë mësues në fshatin e Selenicës së Pishës dhe e kreu detyrën që u ngarkua me zell dhe dashuri si një adhetar i vërtet. Aq që shumë dha pas çështjes kombëtare, sa dha dhe jetën në fushën e nderit. Ky ideal ishte ai që shtyri Shahin Ypi Kolonjën të braktiste postet e larta në qeverinë turke edhe të merrte udhën e Evropës, që të shërbente me mundim dhe varfëri ditëve të lumtura të ardhmes. Luftëtari patriot Salih Butka në kujtimet e tij ndër të tjera thot: Në qoftë se në Kolonjë do të ngrihet në kohën e ardhshme ndonjë përmendore për atë që e shpëtoi dhe e nderoi këtë vend, kjo përmendore duhet jetë Petronini Luarasit, që na zgjoi, na bashkoi dhe na lartësoi dëshirat dhe veprimet. Me fjalë të tjera, kundërshtimi midis Petros edhe spodëve të kosturit i bindi me njëherë të gjithë se ky njeri e donte vendin dhe nuk e urrente Turqinë si kristian, por si shqiptar i kulluar. Vetë Petronini Luarasi, i lindur dhe i rritur në fshat, edhe kur që mësues, punonte njësoj dhe ndofta më shumë se bashkëfshatarët e tij. Guri Sevo në kujtimet e tij shkruan: Ishte punëtor i madh në bujqësi, korte, lidhte duaj e ngiste kuajt kur shinin, hidhte vrahun, ngarkonte, bënte mur dhe i pëlqente të mbillte pemë e të shartonte. Ai, shkruan një nga shkrimtarët tanë, bashkonte në vetvete cilësitë e mësuesit patriot, që përbuz rreziqet dhe ecën kryelar të drejt qëllimeve të tij, me ato të një bujku të thjesht, që duke nuhatur aromën e tokës së Kolonjës dhe erën e luleve, ndjen t'i thonë se kjo tokë është shqiptare dhe do të mbetet shqiptare në shekuj të shekujve. Por burrat shqiptar s'do të kishin mundur të bënin ato heroizma që njohim, po të mos kishin pasur në krah të tyre gra dhe nëna punëtore, trime dhe devotshme, duke e bërë jetën e tyre pjesë të jetës së burrit. Dhe duhet ditur se Petro Luarasi ka patur një ndihmës të afërt, besnik dhe punëtor, që ka punuar shumë duke ndihmuar heshturazi edhe me devotshmëri në çështjen e tij. Kjo ka qenë gruaja e tij, Lina Luarasi. Në vjesht 1893, pasi lirohet nga burgu i manastirit,
Petronini, me një kërkesë të vullosur nga krye pleqësitë e fshatrave të Kolonjës e të Vakëfeve, që donin të hapnin shkolla shqipe, u nis për në Stamboll e Bukuresht. Megjithatë, ai u kthye pothuajse duar bosh, sepse lëvizja shqiptare në Stamboll po kalonte një periudhë krize të përkohshme nga ndjekjet e reaksionit të egër turk. Po ashtu, edhe në Bukuresht, shqiptarët qenë përqar, por u gjeti punë nxënësve dhe bashkëpunëtorëve të tij, mësuesve të parë të Kolonjës, Vasil Thanasduros dhe Gjorgji Dimitri Sevos. Ata i rekomandoi tek Naim Frashëri në Stamboll, Kristo Papastefanin, i njohur pastaj me emrin Kristo Prifti Luarasi, ja rekomandoi Nikola Nachos në Bukuresht. Gjithashtu në Bukuresht, Petronini Luarasi u njoh me Jani Vretën. Takimi i tyre ishte i vlefshëm për të dy patriotët e shquar, sepse secili kishte se ç'të mësonte nga njëri tjetri. I mallkuar nga kleri grek, i burgosur e i persekutuar nga regjimi pushtues turk, Petronini s'u përkul asnjëherë për ato çka kërkonte. Nga kush të ruhej më parë, shkruan biografi i tij Guri Sevo, nga qeveria turke, nga armiqtë e tij hajdutët, nga bejlerët dhe trimat e tyre të pabes, apo nga varfëria dhe nga shiu, e nga breshri apo nga lumet. Petrua u mbrojt vetëm në një mënyrë, duke u mbështetur tek populli, tek njerëzit e thjeshtë që e donin edhe respektonin. Një ditë, kur beu i urryer i Kolonjës Dajlan Qavzezi, vegël e pushtuesve dhe reaksionit, kishte dërguar njerëz për t'i zënë në posi tek ura e Roshanjit, fshatarët e Selenicës së Pishës i deklaruan beut tradhtar. Por po të kishe vrarë Petron, do të turreshim e t'u vinim zjarrin konakve e t'ju digjnim si kërmit. Një nga mbrojtësit më të flak të Petros, që shoku i tij i ngushtë Jaçe Duçja. Por edhe këtë mik, si dhe Zenel Dautin, ai humbi një ditë të diel prilli të vitit 1903 në Mozg, kur ata po ktheheshin të lodhur nga arat e Pradellës. Armiku i tij Da Kemali, i nxitur nga Dajlan Bej Qavzezi, i vrau në posi që të dy, disa qape larg krojit të Janit. Ndërkohë, kur bejlerët rrethuan shtëpinë e Petros dhe e kërcënuan të ndalonte veprimtarinë e tij patriotike, Petronini tha fjalët e famshme. Bejler, vritmëni, por maruani gjakun se do të duhet një përvetuaj që të shkruajnë gjuhën shqipe. Në maj të vitit 1903, ndërkohë që po bëhej gati të riçelej shkolla e Korçës, e mbyllur një mot më parë, krahas patriotëve Orhan Pojani, Thimi Marko, Hysen Dibra e Nuçi Naçi, u arrestua edhe Petronini Luarasi. Atë e futën në burgun e Korçës. Aty ndenjë 5 muaj e gjysmë, dhe në shtator 1903, në një situatë të krize nga kryengritjet e bullgarëve, Petron e lirojnë gabimisht. Por në shkurt 1904, gabimi u vure dhe qeveria lëshoi urdhra të kapej përsëri. Purgimi do të qe fatal, prandaj Petronini u arratis në Amerikë. Petronini kaloi për 4 vjet rresht jetën e revolucionarit në mërgim. Në Buffalo dhe Jamestown, New York, ku më 6 janar 1906 themeloi shoqëritë Pellazgu dhe Malli i Mëmëdheut. Shoqëria Malli i Mëmëdheut ka luajtur rolin më të rëndësishëm para se të themelohej Vatra, duke u bërë gurri themeltar për bashkimin e të gjitha organizatave të tjera që filluan më pastaj. Malli i Mëmëdheut, shkruan patrioti Minag Rameno, u bë udhëheqës për të gjithë shqiptarët. Prandaj i përket Petronini Luarasit kurore e lavdis për veprën e tij të pavdekshme, duke mbjellur në Amerikë idealin kombëtar. Petro sepse ka erdhur në atje, kemi formuar Malli i Mëmëdheut, shoqërinë e parë shqiptare. Petro ka që zot i gojës, sa nuk u ki shok. Nga berit patriotët të tërë sa qenë atje, Petro, me i qorirat të bukura, me këshirat të bukura, i beri që vriteshin për Shqipëri. Dhe me Petro ka qenë një artist i mbaruar për Shqipërinë. S'ka asnjë dyshim, shkruan Fannoli,
që Petro Luarasi luajti rolin kryesor në themelimin e shoqërisë Malli MMD-ut. Unë kam vajtur në Amerikë më 1906, i inkurajuar nga themelimi i kësaj shoqërie. Me Petro Luarasin u poqëm më vonë në Clinton Mas. Ishte propagandisti palodhur, edhe kudo që kishte qëndruar në Amerikë, linte pas nga një grup patriotësh entuziast. Punon të rëndë për të fituar bukën, por nuk i kursente harxhet për çështjen kombëtare. A rreth Bostonit kam gjetur gjurma të tij pothuaj kudo. Ishte koha kur në manastir dhe krahina të ndryshme të vendit u krijuan komitetet e fshehta për lirinë e Shqipërisë. Petronini ishte ndër të parët që filloi fushatën propagandistike në favor të tyre. Komiteti ynë, shkruante ai, le të jetë qendra e përmbledhjes së të gjithë shqiptarëve, dhe në urdhër të komitetit le të punojë çdo mëdhetar i vërtet. O burra shqiptar, le të përpiqemi për shpëtimin e MMD-ut. Në vitin 1907, kryengritja kombëtare shqiptare ndodhej në rritje e sipër. Komitetet e kryengritjes kishin hartuar planet e veprimeve me armë. Në përmalet edhe luginat po dëgjoheshin këngët e çetave për liri. Në prill 1907, çeta e Çerçistopullit që zbriti në bregdetin e Vlorës, nisi udhëtimin e saj fshat më fshat e breg më breg të Shqipërisë së Jugut dhe po lëshonte kushtrimin e kryengritjes. Ndërkohë që çeta e Çerçistopullit kishte bërë atentatin e famshëm kundër bimbashit turk të Gjirokastrës, dhe po udhëtonte në përgrykat e Këlqyrës dhe Përmetit, Petronini, që kurrë kishte ndarë fjalët nga veprat, la librarin që pati çelur në Marlborough Mas, dhe në fillim të prillit 1908 u nis për në Shqipëri të bashkohej me çetat e kryengritësve. Është e vërtet, shkruan një studiues i Petros, se edhe të tjerë kanë brohoritur komitetin e manastirit me anë artikujsh e thurje vjershësh, por pak vrapuan për të marrë pjesë në çeta si Petronini, i cili u tregua edhe në këtë rast konsekuent në rrugën e tij. Më një korrik, ai mori pjesë në mbledhjen e çetave në Teqen e Starjes. Në luftën e re që kishin nisur gryk më gryk me pushtuesit, krahas brezit të vjetër, Petronini kishte besim të patundur tek rinia luftarake, prandaj në çdo fjalim ose artikull ai i drejtohej asaj. O ju të ri që sumbulla gjaki shqiptar të zjen për nder dhe dashuri të MMD-it, ju o qumshti i papëgër për ndryshku të ndarjes dhe mërzitjes, ju o të dashur trima të flakt, Shqipëria, MMD-i që u ka lindur, me lot të paterur ka shtën syt ndër ju. Para të tërë o zëmër dragoj, o gjakulluar djema shqiptar, ore trumbetës afroj, para të gjithë në urdhër të parë, ndën flamur të zjarë të Shqipërisë, le të bëjmë atë kurbanin e shëjtëruar që kemi për detyrë për shpëtimin e MMD-ut, për vleftën edhe çmimin e vetes son, për nder të jetës son. Në 2 korrik 1908, Petronini mori pjesë në luftën e Pyllit Vodicës, ku çetat u goditën papritur. Në këtë betejë, Petronini tregoi edhe një herë trimëri, por mbi të gjitha urtësi e mençuri. Me shpalljen e konstitucionit, patriotët çfrytëzuan rastin të hapnin shkollat shqipe përsëri. Në vjeshtë të vitit 1908, Petroninin e ngarkuan me detyrën e drejtorit të shkollës shqipe në Korçë. Në dhjetor të vitit 1909, me thirrjen e patriotëve shqiptar të Negovanit, Petronini mori në dorë drejtimin e shkollës shqipe, pikërisht në fshatin ku shovinistët grek disa vjet më parë, në shkurt 1905, ishin vrarë barbarisht patriotin Papa Kristo Negovanin me shok, me qëllim që të zhduknin lëvizjen kombëtare shqiptare në atë trevë, të cilën ata e konsideronin përfundimisht greke. Por ky paralajmërim o gurzi për të gjithë ata që do të vazhdonin në rrugën e Papa Kristos nuk e trëmbi Petroninin, këtë burrash edhe trim trimash,
sepse çdo punë që kapte ose çdo mision që merrte përsipër e shpinte gjerë në fund. Do ta shpinte gjerë në fund sepse e përqafonte me gjithë pasionin edhe me gjithë fuqinë e entuziazmin e shpirtit e të zemrës. Ai gjithnjë përsëriste fjalët e tij proverbiale. Edhe 99 herë të rrëzohemi, përsëri duhet të ngrihemi. Petrua i ktheu shkollat shqipe të Negovanit dhe Bellkamenit në çerdhe të vërteta kombëtare. Provimet e mbylljes së vitit shkollor u kthyen në një manifestim popullor. Në vazhdo të luftës për shkollat shqipe dhe rritjen e lëvizjes kombëtare që kishte caktuar Kongresi i Elbasanit më 20 maj 1910, u çel Kongresi i dytë i manastirit. Në këtë kongres, Petronini u zgjoll sekretar. Fjala e tij e mbajtur si delegati i Negovanit e Bellkamenit dhe si përfaqësuesi lidhjes ortodokse të shqiptarëve bëri një përshtypje të thellë për frymën patriotike dhe luftarake të saj. Sa mbaroi punët Kongresi i Manastirit, kryetari Dervish Hima, në krye të studentëve patriot, u nis të ndihmonte revolucionin e madh. Në veri Isa Boletini, Idris Seferi edhe Bajram Curri i shpallën luftën Turqisë. Në jug, Muharrem Hurshiti në Çamëri, Spiro Bellkameni në Korç, Gani Butka në Kolonjë, Menduza Valani në Dangëlli, Qamil Panariti në Vakëfet e kështu me radhë qetat e Vlorës, Elbasanit, Dibrës, Tiranës, filluan luftën për lirinë, pavarësinë dhe tërësinë toksore të Shqipërisë. Në këtë përpjekje të zjarrtë, Petro Luarasi mori pjesë me pushkë dhe me pend. Shtëpia e Petros në Luaras u bë qendër takimi e kryengritësve, bazë e sigurt e tyre. Nga shpirti poetik i Petroninit buruan këngë të reja të kryengritjes. Një yll i ri që u çfaq në mali, shok, a e dini ç'do ftesë ka? Është flamur shqiptari ka shqiponj pa fluturon la. Thret djemt e Shqipërisë të nisen gjithë t'i venë pas, rëfen udhën e lirisë, shpirt e zëmër mbush plot gaz. Thret djemt e Shqipërisë, tani sen gjitha dhe vena i tani sen gjitha ti vena i rafenu Ishte mezi i muajit gusht 1911 allaturka. Petrua po merrej me punët bujqësore. Kishte koror grurin edhe hidhte vrah. Kryengritja e veriut me Det Gjolulin e Mehmet Shpendin kishte dështuar, po kështu lufta e qetave të Korçës të Kolonjës kishte rënë. 6 dëshmor kishin rënë Norman Çiflik. Reaksioni Gjon Turk dhe Grek ishte hedhur në sulm. Një ditë më parë, në 15 gusht, Petronini kishte mbledhur nga një burr për çdo fshat rrotull Luarasit që të kuvendonin hapjen e shkollave shqipe. Vetë premtoi të ndihmonte me gjithë konak edhe me të bijën Thomaidhën. Atë ditë, më 16 gusht, pasi kishte përcjellur miqtë e fundit tek hidhte vrah, e thirrën të shkonte në Ersek gjoja për punë. Artikujt e rrep të kundër sundimit Gjon Turk, libri i fundit Mallkimi i shkronjave shqipe i botuar para një viti, takimet me qetat kryengritëse për të formuar një qendër të kryengritjes së përgjithshme, si dhe energjit, entuziazmi, konsekuenca e tij për të vazhduar luftën, i kishte tërbuar armiqtë e Shqipërisë. Prandaj atij i ishte përgatitur vdekja tradhëtisht, me pabesi, me helm të hedhur në kafene mirëseardhjes, të mirëse vdekjes nga armiqtë e tradhëtarët. Atë e largua në drejtim të Luarasit.
grurin e kuqërend do të shinin në lëm, edhe shkollat do të hapnin në shtator, edhe pushkët dhe këngët e kryengritjes do të shpërthenin përsëri, por ai s'do të kthehej më as në ar, as në lëm, as në shkollë, as në qet. Ishte helmuar për vdekje. Në Gostivisht, u ndalën në shtëpinë e kushërirës së tij para shqevikitës, ku ai ndalonte sa herë nisej për të kryer detyrat patriotike, ku kishte fjetur, ngrënë, ku ishte larë dhe kishte pushuar. Nipi i tyre, Minakita, e ruan të gjallë atë ditë të zezë kur Petronini, 46 vjeçar, dha shpirt. E me kohë pasaj herdhe nga shtëpia, e shoqja, fëmijë, të tjerë, miq, plot, unë mbushën dhomat aty. Ham andej, ham këtej. Mbaroj. Si mbaroj ajo Arfur mbaronte, thot mikti që i thot gruas që grua i thot, amanet fëmijën, thot, o burra, thot, dëgjove ti Vasili, thot, se mos gabosh nga udha, i thot. Po udhni që kemi zënë, ta marojmë. Se kjo botë kështu e ka, thot. Po ju mos do të shpëroni nga mua, po ju ndikni udhën. Një shok i Komitetit Kryengritjes lajmëronte gazetat. Petro Luarasi vdiq. Me vdekjen e tij atë dheu shqiptar humbi një birë të vërtet, dhe komiteti një antar të fort e punëtor të parë. Lëvizja për çlirimin kombëtar kishte humbur shqiponjën e gjuhës shqipe, ushtarin besnik të gjuhës shqipe, siç e quajtën bashkëkohësit. Lajmi i hidhur për të gjithë patriotët shqiptar në të katër anët e Shqipërisë dhe të botës u muar vesh nga gazetat Dielli, Liria, Drita, kalendarët kombëtar e të tjerë. Hjedhërimi madh në zemrën e popullit. Ëndrat e Petros për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur u realizuan vetëm me revolucionin popullor. Eshtrat e Petroninit prehen në kopshtin e përjetshëm të varrezave dëshmorëve të kombit Nersek. Emri i tij është përjetësuar në përlibra, shkollat 8 e të mesme të arsimit përgjithshëm si në Luaras, Ersek, Tiranë. Sheshe edhe rrugë mbajnë emrin e nderuar të mësuesit të popullit Petronini Luarasi, mësuesit të lavdishëm të gjuhës shqipe. Një mëmdhetar si flak, na dogji na përvëloj, Petronini s'qej pak, se kolonjën e nderoj. Mallëngjehun jo shok, se nuk ka shok të dytë, e nderojnë në çdo kohë, ai trim na hapi syt. Petronini s'qej pak se kolonjën Me këtë dokumentar të Radio-Televizionit Shqiptar të vitit 1978 për policistin Petronini Luarasi, e përmbyllim emisionin sotëm të arkivit. Mos harroni, emisionin do të mund ta ndiqni përmes faqeve tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim në javën tjetër.